Arben Fetaj t'i vjen keq që shokët e tij janë artanizuar, fajson Arben Taravarin për mos punësimin e shqiptarëve në institucione. LSDM akuzon Toshkovskin se një kompani me 2 të punësuar ja ka dhënë tenderin 4 milion eurosh. Dy të burgosur nga Shkupi në burgun e Idrizovës kanë shantazhuar nënën e një të burgosuri. Një sulm ajror i Izraelit në Gaza goditi shtëpinë e një mjekëje dhe vrau 9 nga 10 fëmijët e saj. Përshëndetje, shikues të nderuar, jemi me lajmet në televizionin Shenja. Zëvendës kryeministri Arben Fetaj deklaroi se ASH-ja do të vazhdojë të mbetet pjesë e koalicionit Vlen. Fetaj tha se fatkeqësisht shokët e tij u shndruan në frutolog që flasin për pemë të kalbura dhe siç tha ai, janë artanizuar dhe flasin për valigje. Zëvendës kryeministri Arben Fetaj deklaroi se Aleanca për Shqiptarët do të vazhdojë të ngjelet pjesë e koalicionit Vlen dhe tha se ASH-ja do të qëndrojë e fortë dhe do të vazhdojë në rrugën e saj më e kthjellur se kurrë. I pyetur lidhur me deklaratën e Arben Taravarit, i cili tha se vetëm 8 persona nga ASH kanë ngelur në Vlen, Fetaj tha se atje ka një profesor të matematikës i cili si duket ka probleme me numërimin e kuvendarëve. Besoj numrat flasin për vete, nuk i zuri kjo sallë e konferencave për shtyp të Vlenit njerëzit që janë rreshtuar pas kësaj nisme, ka dhe shumë të tjerë që për arsye të hapësirës nuk janë bashkangjitur, sepse ashtu është vendi këtu. Për numrat që i përmendin ata, ju e shihni se ju janë përzier kallët kohëve të fundit. Kemi një profesor të matematikës atje që si duket ka probleme me numrimin e kuvendarëve, vetë thani kemi 103 pranishëm, ndërkohë që dihet për të marrë vendime të tilla në bazë të statutit të Aleancës duhen 2/3. Ne kemi dëshmuar që ata nuk e kanë 2/3 dhe do e dëshmojmë këtë gjatë ditëve në vijim. Lidhur me etiketimet të cilat gjatë ditës së djeshme në kuvendin e ASH-s në Kumanov ju bën ndaj grupit të ASH-s që vendosi të mbetet në Vlen. Fetaj tha se fatkeqësisht shokët e tyre u shndëruan në frutolog që flasin për pemë të kalbura. Neve na vjen keq për artanizimin që ka ndodhur me ata shokët tonë që flasin për valigje, duke dëshiruar largimin e shqiptarëve nga ky vend. Unë e kam një porosi shumë të thjeshtë për kryetarin tim, Arben Taravarin. Unë valigjet i kam marrë për të ardhur nga Belgjika dhe nuk jam duke lëvizur nga këtu. Do qëndrojmë, do e bëjmë betejën për të cilën jemi zotuar. Fetaj tha se afrimi me BDI-n fatkeqësisht i çon në rrugën e artanizimit, të cilin po e shfaqin për shkak të nervozës me të cilën janë përballuar kur e shohin se në çdo deg, në çdo forum partijak, qoftë forumi rinor apo të i gruas, njerëzit janë duke i braktisur. Për mos punësimin dhe mos avancimin e shqiptarëve në qeveri, zëvendës kryeministri Arben Fetaj ka akuzuar Arben Taravarin. Sipas tij, ai e ka sabotuar Komisionin për Punësime Kadrovike. Zëvendës kryeministri Arben Fetaj ka fajsuar Arben Taravarin lidhur me punësimet jo të barabarta në mes shqiptarëve dhe maqedonasve. Ai thot se këtë gjendje për fat të keq e ka shkaktuar Arben Taravari, duke e tërhequr përfaqësuesin e ASH-s për më tepër se një muaj nga Komisioni Kadrovik i koalicionit Vlen. Nga Komisioni Kadrovik i koalicionit Vlen, rrjedhimisht është sabotuar edhe procesi i punësimeve, sepse planifikimi i tyre nuk ka mund të ndodhë me tempon e parapar. Për pasoj, punësimet në pjesën Maqedone realizohen si pas dinamikës së parapar, ndërsa aty ku udhëheqin, aty ku planifikohen punësimet për pjesën shqiptare, sabotimi i Komisionit Kadrovik ka rezultuar me blokim të procesit.
Fetaj tha se vendet e shqiptarëve do të ruhen dhe do të realizohen. Në momentin e parë që do të jemi gati ta risistemojmë komisionin kadrovik të Vlenit, me tempo shumë të madhe, do të vazhdojnë punësimet në pjesën tonë, deklaroi Fetaj. Një ditë më parë, nënkryetari i BDI-s Vujar Osmani shpalosi të dhëna për punësime dhe avancime në institucionet shtetërore, në të cilat ishin punësuar dhe avancuar më shumë se 120 maqedonas dhe vetëm 2 shqiptar. Kryetari ASH-s Arben Taravari ka dalë me një status në rrjetet sociale pas konferencës për media të Arben Fetajt dhe grupit të tij prej më pak se 40 personash. Taravari shkruan se ish bartjakëve u është përzier ankthi me ndjenjen e fajit, ndërsa në stilin e tij karakteristik as kësaj here nuk ka harruar tua rikujtoj atyre tetorin. Ankthi është ndjesia më e keqe që përjeton njeriu, sidomos kur është i përzier me ndjenjen e fajit. Ne vazhdojmë më të qetë e më të sigurt se kur drejt fitores së tetorit, i cili është shumë afër, shkruan Arben Taravari, kryetari i Aleancës për Shqiptarët. Kryetari i LSDM Zvenko Filipçe sërish kërkoi takim liderësh, ndërsa paralajmëroi ose të hënën do të sqaroj edhe pikat e këtij takimi, që të hënën do të jap një propozim konkret se çfarë duhet të diskutojnë liderët e partive më të mëdha politike, sepse mesazhet nga BE-ja janë të qarta, derisa presim dhe nuk bëjmë asgjë, është humbje kohe. Të rinjt e shohin këtë vetëm si një nxitje për të emigruar. Askush më nga gjeneratat e reja nuk do të shohë të ardhmen këtu në Maqedoni nëse nuk e zhbllokojmë atë rrugë integrimi evropian, nëse nuk punojmë së bashku për përparim në shumë sfera që do ta bëjnë jetën më të mirë dhe me cilësi më të lartë, ka thënë lideri i LSDM-s. Zëdhënësia e LSDM-s Bogdanka Kuzevska e ka akuzuar ministrin e punëve të brendshme Pançe Toshkovski se ai ka dhënë tenderin për qepjen e uniformave të policisë një kompanie mode nga Manastiri me 2 të punësuar, e cila është hapur 20 ditë para se të shpallet tenderi. LSDM kërkon anulimin e tenderit dhe procedurë urgjente nga prokuroria për dyshime për keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe pastrim parash. LSDM sot ka akuzuar ministrin e punëve të brendshme Pançe Toshkovski se u ka dhënë tender në shuma të mëdha të parave kompanive të cilat nuk i kanë plotësuar kriteret bazë. Zëdhënësia e LSDM-s Bogdanka Kuzevska thot se kontrata me vlerë në miliona u janë dhënë kompanive pas një kapacitet, pas një përvojë të mëparshme relevante dhe madje pas një histori të prokurimit publik. Ajo theksoi se disa prej atyre kompanive janë hapur 20 ditë para shpalljes së tenderit. Kompania Le Brand Design nga Manastiri, një studio mode me të ardhura mesatare vjetore prej mezi 20.000 eurosh dhe vetëm 2 të punësuar, ka fituar një tender prej mbi 2 milion eurosh për qepjen e uniformave speciale të policisë. Deri dje 2 punonjës qepnin fustane. Sot këta 2 punonjës duhet të bëjnë veshje për një sit speciale. Kush është naiv këtu? Kompania Pamitex Team është regjistruar vetëm 20 ditë para shpalljes së tenderit, pa faqe interneti, pa histori prokurimi, pa transparencë. Ja se si një kompani fiton një tender prej 1.710.000 eurosh. Kuzevska thot se LSDM kërkon procedurë urgjente nga zyra e prokurorit publik për dyshime për keqpërdorim të detyrës zyrtare, manipulim të tenderëve dhe pastrim të mundshëm parash. LSDM kërkon anulim të tenderit skandalos, hapjen e një procedure të re, transparente dhe me kritere objektive. Ky është korrupsion sistemik që duhet të hetohet plotësisht. Qytetarët nuk meritojnë krim, por drejtësi, tha Kuzevska. 2 të burgosur nga Shkupi në burgun e Idrizovës kanë shantazhuar nënën e një të burgosurit tjetër që t'u jepte nga 1.200 euro në muaj për të mbrojtur djalin e saj. 2 të burgosur nga Shkupi në burgun e Idrizovës kanë shantazhuar nënën e një të burgosurit tjetër që t'ju jepte para për të mbrojtur djalin e saj. Për këtë ka raportuar Ministria e Punëve të Brendshme, nga ku dhe njoftuan se janë ngritur kallëzime penale kundër 2 personave me inicialet AB 31 vjeç dhe AR 25 vjeç për zhvatje dhe fajde. Në raport thuhet se të burgosurit në mënyrë të paligjshme kanë marrë telefona dhe se gjatë video telefonatave ata i treguan gruas se si po e trajtonin dhunshëm djalin
e saj, duke e shantazhuar dhe duke i thënë se nëse nuk do ta paguante 1.200 euro në muaj, do të vazhdonin dhunën ndaj djalit të saj. Ndërsa vuanin dënimi me burg, ata morën në mënyrë të paligjshme telefona dhe nëpërmjet Messenger kërkuan që nëna e një të dënuarit tjetër t'u paguante 1.200 euro në muaj, në mënyrë që djali i saj të merrte garanci dhe mbrojtje në burg dhe kushte më të mira strehimi. MPV informoi se 2 ditë më parë, vëllezërit e 2 zhvatësve, pas një marrëveshjeje paraprake me nënën e të burgosurit nga e cila kërkonin para, erdhën në Strumic për t'u takuar me të dhe për t'u paguar shumën e kërkuar. Njëri mori paratë e shënuara dhe u arrestua menjëherë, ndërsa vëllai i zhvatësit të dytë iku me vrap, por u kap dhe u arrestua shpejt. Në të njëjtën kohë, siç informoi MPV, u krye një kontroll në qelitë e burgut të zhvatësve dhe u gjetën dhe u konfiskuan telefonat e tyre. Vëllezërit e tyre u nxorën para një gjyqtari dhe përfunduan në arrest shtëpiak. Drejtori Gjenerali i Shoqërisë Aksionale MEPSO Burim Latifi së bashku me bashkëpunëtorët në Prishtinë realizoi një takim me homologun e tij, kryeshefin ekzekutiv Shaban Neziri. Nga MEPSO informuan se në qendër të vëmendjes ishte projekti strategjik për ndërtimin e linjës interkonektive Tetov-Prizren, i cili synon të krijojë një lidhje të fuqishme ndërmjet 2 sistemeve energjetike të Maqedonisë së Veriut dhe Republikës së Kosovës. Kjo linjë është pjesë e planeve afatgjata për zhvillimin e rrjetit të harmonizuara me udhëzimet e ENSO-E. Përfitimet nga ky projekt do të jenë të shumë fishta, përfshirë rritjen e kapaciteteve të ndërlidhjes ndërmjet 2 vendeve, përmirësimin e sigurisë dhe qëndrueshmërisë të furnizimit me energji, krijimin e mundësive për tregtim më efikase të energjisë në rajon, mbështetjen e integrimit të burimeve të ripërtrishme në kuadër të tranzicionit të gjelbër dhe objektivave afatgjata për energjinë e qëndrueshme. Thuhet në komunikat, kushtohet se palët u pajtuan që në periudhën në vijim të rrisin bashkëpunimin teknik dhe institucional. Kjo ishte e gjitha për këtë edicion informativ. Faleminderit për vëmendjen. Bashkë, mirupafshim.